shumë mirë. Mund të krijojmë. Një sekondë do të marr. Disa të tilla. Po. Do t'i vendosë një kane të dyja këto, që të bëj një detox. Shumë mirë, lërë disa për gjellën edhe Patjetër, direkt pjesën tjetër bëjmë një detox, siç e tham. Për ta nisur ditën, mund t'i shtojmë aty kastravec, mund t'i shtojmë këto gjethet pra të nenegjikut, në një fetës limoni dhe ja tek është ajo kana e përbashkët familjare, ujit që ne konsumojmë gjatë ditës. Mos harroni bëni sepse ju ndihmon shumë mirë edhe në tretje, ju mban të hidratuar më gjatë. Po deshët për të marrë gjithë, le them, hidratimin e duhur, çdo qelizë e trupit ton, nëse ndodh që nuk jemi mjaftueshëm të hidratuar, kam dëgjuar që te gota e ujit mund të shtojmë vetëm një prekje të vockël dy kokra krip. Bën të mundur që uji të depërtojë më në brendësi të qelizës dhe ne të ndihemi më të hidratuar. Albana po demonstron këtë që sapo tham, në kanën e ujit ne po përgatisim një kanë të vogël. Në kanën e ujit pra të shtojmë gjethet të nenegjikut, fetë zalimoni. Kush nuk e do ato aromën e kastravecit në ujë, mund të mjaftohet me këto të dyja, sepse është vërtet një detox shumë i mirë, një pastrim shumë i mirë, një hidratim shumë i mirë, pse ta pim ujin ashtu thatë. Ju, a keni vënë re për shembull, nëse ne duam të konsumojmë dietë që e vendosim në frigorifer, mbas frigoriferit e lëm në ambient dhe shumë e mirë është kur ne duam që ta konsumojmë, për shembull të kemi një shije pak sa më të veçantë, jo në përditshmëri, patjetër lagën buzët. Atëherë ja. Ose e derdhim pak kështu. Jo, nuk e. Okej. Pra njohim këtë pjesën e është ajo që tham që është si puna e margaritës. Pjesë e margaritës, pra te gota dhe e konsumojmë, marrim edhe natriumin. Ka që është mbi uji depërton më brendësi qelizës. Kjo është arsyeja, ose mund ta shtojmë edhe pak aty kush u derb. Mund ta shtojmë tek gota ose tek buzët në një mënyrë shumë e mirë. Pastaj ato që vuajnë edhe nga tensioni ulët, këtë sasinë e kripës, pra shumë pak, një prekje të dy gishtave, majat e gishtave me krip, por gjuhës, në mënyrë që të ndihmojmë për tensionin e ulët, që ka dhe ajo shumë faktor. Tani gjethet e tjera, do na duhen t'ja shtojmë në fund fare pasi të ketë zier edhe mishi, sepse na duhen të qëndrojmë pak me këtë ngjyrën e jeshile dhe të freskëta. Goxha, më duhen gjethet të shumta më duhen. Thjesht lë vetëm një kuror të sa për dekor në fund sa të për pjata. dekor. Dikush i ka në vazo në balkon, dikush i mbledh, i than, dikush i ruan sipas mënyrave që kemi treguar në mënyrë të vazhdueshme edhe për bimët e tjera aromatike. Mjafton tharja të jetë në vend në hije. Në hije. Të ketë dritë, po të jetë në hije. Do thoni ju të ketë dritë edhe në hije, unë e di shumë mirë që janë visat e din këtë gjë sepse merren Po në balkon, për shembull, jo gjithë balkoni është mund të